Gjykata e Durrësit ka vendosur lirimin nga burgu të ish efektivit të Reneas, Arbër Paplekaj, i cili ishte dënuar për vrasjen e Pierin Xhuvanit. Ngjarja ndodhur në 21 prill 2021 në qytetin e Elbasanit, vetëm 4 ditë para zgjedhjeve parlamentare. Vendimi i gjykatës së Durrësit u mor pasi Paplekaj i u njoh kryerja e dënimit të mbetur pas vendimit përfundimtar të dhënë nga apeli në jurisdiksion të përgjithshëm në Tiranë. Fillimisht Paplekaj ishte dënuar nga gjykata e shkallës së parë në Elbasan me 22 vite burg për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese. Pas kërkesës së tij për rihapjen e procesit, u rigjykua dhe apeli ndryshoi ndjeshëm vendimin, duke e dënuar përfundimisht me 7 vite heqje lirie. Në vendimin e tij, apeli ndryshoi gjithashtu edhe kualifikimin juridik të veprës penale, duke e cilësuar veprimin e Paplekajt si vrasje në kushte të tronditjes psikike dhe jo me vrasje në rrethana cilësuese, çka solli uljen me 15 vite të dënimit fillestar. Në të njëjtën vendim, gjykata e apelit ka shpallur të pafajshëm edhe 6 efektiv të forcave shqiponja, Dedion Duraku, Pollum Biçaku, Erion Balla, Erion Meçja, Donald Dedja dhe Besmir Kadiu. Më herët gjykata e Elbasanit i kishte dënuar ato me 16 muaj shërbim prove. Po ashtu, apeli ka dhënë pafajësi edhe për ish zëvendësdrejtorët e policisë së Elbasanit, Albert Nushi dhe Nikolaj Shpalla, të cilët ishin dënuar në shkallë të parë me nga 1 vit shërbim prove për secilin. Ngjarja e rëndë 21 prillit 2021 ndodhi pas një përplasje me armëzjarri në Elbasan, ku mbeti i vrarë Pierin Xhuvani dhe u plagosën disa persona, mes tyre Emilian Prenga, Paulin Vuksani dhe ndri viktimës Edion Budani, si dhe efektivja e policisë Gjensila Sota. Arbër Paplekaj ishte pjesë e asaj që Partia Demokratike e cilësoi në atë kohë si strukturë mbrojtjes së votës. Pas ngjarjes, ai pranoi autorsinë e krimit dhe u vedorzua në repartin e forcave speciale Renea në Tiranë, duke deklaruar se kishte qelluar në kushtet e vetmbrojtjes.